Përshëndetje i nderuar nga Prishtina. Përshëndetje, përshëndetje. Drejtojnë, ne njoftuam që ti ke bërë një veprim heroik. Themi, ke arritur që ta parandalosh një sulm me thik në një qytet Gjermanisë, për çka ke marrë një dekorat. Për çka bëhet fjalë konkretisht? Si u gjente ti në atë situatë dhe çfarë sulmi mund të ndodhte? Po, kjo ka ndodhur para ca ditëve, ishte një ditë e shtunë, ku edhe unë edhe gruaja e kishim ditë të lirë nga puna, edhe fëmijët ishin, goca, dy goca kam, njëna është 13 vjeçare, tjetra është 11, edhe ishte një ditë e diel, një ditë e shtunë me diel, edhe vendosën që me dalë nga qendra e qytetit pak edhe shikojmë diçka. Edhe u nisën nga fillimi deri në fund, nuk pa asgjë. Pastaj kaluam afër një parku, ndajtëm aty një gjysore, duke u kthyer, unë kisha celularin në dorë, edhe shikoja, jam i pasionuar për futboll dhe për sport, shikoja Bundesligën gjermane se me kush do luan sot. Edhe në një moment, duke kaluar nga qendra, që kishte plot njerëz, gruaja po më thot, stop, ndal. Shiko, thot. 15 metra larg nesh, njëri kishte thikën në dorë, afër një lokali aty, edhe shkonte majtas gjatas duke bërtitur, edhe uluritur me të madhe. Në një moment kur e kam ngrit kokën, po shoh një grua tjetër kishte dalë zbathur, pothuajse në majiz me shkurta me kësi, edhe duke se kishin konflikt me zvete, apo diçka nuk e di, ajo bërtiste, ky bërtiste. Edhe po i them shoqes, merri gocat, edhe ik më tulje. Aja filloi me bërtitin me çaj, thotë mos shko. I them merri gocat edhe ik. Në anën tjetër, domethënë 20-25 metra më larg, asaj gruas edhe atij që kishte thikën dorë, ishin njerëz plot gjerman, edhe bërtisnin me të madhe, lëshoje thikën. Në një moment i thash gruas, ik ti. Edhe u afrova afër tyre, kisha, domethënë larg meje 10 metra. Ata duke biseduar, unë u afroja më afër tyre. Domethënë hyra në mes, me pak anash kështu. I kisha, ata që kishte thikën dorë, kisha dikun 6 metra larg. Këtë gruan i kisha dikun 4-5 metra. Edhe ata prapë filluan me bërtit. Në një moment ky humb durimin, ky që kishte thikën dorë dhe shkon me të madhe me vrap, më fuksoj, me qëllu. Në një moment kam kthyer aq, kështu si nuk dija vetë se në atë moment e kam kap nga lart nga fyti, edhe ka tentu me thik kështu në anash me asi, ja kam kap dorën, ja kam shtrënguar dorën këtu, atëre nga dhimbja e madhe që kam shkaktuar e ka hedh thikën. Atëre me njërin dorë, ndërkohë këndej, tjetrën unë ja kapa dorën kënej, edhe kur e ka kështu thikën në tokë, i kam shku thikës me kom, edhe i kam shku një 10-15 metra kam gjumë anej, edhe kam me 2-3 sekonda e kam majtë në tokë, edhe kam majtë ashtu në tokë 10-15 minuta derisa kanë ardhur 4 veturat policisë, edhe kanë paralizuar ata. Domethënë 10 minuta kam mbajtur në tokë pa lëvizur fare. Gjatë këtyre 10 minutave, sa rezistante? Ai mundonte që të bënte diçka, po ishte çfarë kohë, domethënë aq fort e paralizova që s'kishte as mundësi, por pa lëndu. Po. Në cilin qytet të Gjermanisë ka ndodhur kjo? Ta dim sakt? Ka ndodhur në shtetin e quajtur Cuxhaven. Është një qytet turistik, është një qytet në veri të Gjermanisë, mes Hamburgut edhe Bremenit, një qytet me 60.000 banor, edhe pastaj erdhën 4 kere veturat policisë, e morën edhe më thanë, largovana shmirë ke bërë. Po, më pas ne pam një fotografi tëndën ku u shpallat themi kështu heroi i asaj dite, heroi më i ri brenda shtetit gjerman që është shqiptar. Në atë moment, unë jam këtu në këtë qytet që 28 vite,
edhe për para kam qenë rinjorë, se kam qenë edhe futbolist këtu, kam qenë edhe trener, jam angazhuar edhe në sport, ju ndihmoj dhe shqiptarëve këtu shumë me përktime me gjëra ndryshme, gjithmonë kam qenë i afërt me gjithë, pa më parasysh etnitetin, racën, kulturën, kam qenë gjithmonë i gatshëm që t'i ndihmoj të tjerët, e sidomos shqiptarët që vinë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, gjithmonë kam qenë aty kur ka lyp nevoja që t'i ndihmoj. Po, zë Roci, kush ishin personat të cilët ja u dhanë juve dekoratën? Ne nuk i njinim ata në fotografi, a mund të na tregosh se kush janë ata persona? Kërkesën që ta marrën që të marrë mirënjohjen e Gjermanisë ka qenë nga Ministra e Punëve të Brendshme e Landit Saksi-Anhalt, është kjo Republika jonë Niedersachsen quhet në gjuhën gjermane, është një republikë 7 milion banor ose 8, me kryeqytet Hanoverin e ka. Edhe Ministra e Punëve të Brendshme Daniela Behrens dhe kryetari i komunës, socialdemokrati Uwe Zandier. Kjo ka ardhur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Hanoverit, e Republikës së Saksi-Anhalt, kjo mirënjohje. Po, a jeni ju shqiptari i parë që mbani këtë pozitë, ndoshta që keni marrë këtë çmim? Po, në këtë qytet po. Në këtë qytet po. Si u kontaktuat për ta marrë këtë medalje? Flasim për medaljen e shpëtimit. Kështu quhet. Këtë akt mund ta quajmë edhe si duash heroik, burrnor apo aktrimrie. Nuk e kam bërë për medalje, mirë po shtetet me demokraci zhvilluara, si që janë Gjermania e vende ndryshme të Evropës, gjanat e tilla gjeste që bëjmë si për të mirë, si për keq, nuk i harrojmë këta. Edhe mbas këtij akti kanë shkruar gazeta ndryshme thuajse çdo ditë, që nga veriu deri te lindja e Gjermanisë, deri në kufimin me Austrinë, Bayern, ku ta diun që ndryshme. E kam klikuar edhe në Google, gjithkur gjendet im. Kështu që edhe në Angli ka shkuar edhe në gjuhën angleze, po të shikosh shënohet edhe emri im aty. Edhe me thonë drejtën këtë mirënjohje nuk e kam prit. Mirë po gjermanët kam shumë gjerman këtu edhe mas pak kohë erdhe dhe mirënjohja ftesa nga komuna, jam ftuar me shoqen në komunë, edhe nga kryetari i kësaj komune, me një pritje madhështore që na kanë bërë aty në komunë, na kanë njoftuar që sot për juve për aktin që keni bërë do ndahet një medalje mirënjohje nderi për integrim në shoqërinë gjermane, edhe i falenderojmë edhe shtetit gjerman, po e një vetëm edhe krenar që shqiptar që arrita që të bëj diçka edhe për vendin tim, se jam fshetas i Kosovës. Një fjalë edhe gjermanët krenohen për shembull gjithmonë në për gazeta shkruan që janë nga Kosova, edhe sa të kësaj dite, nga do që të shkojmë këtu në për qytet ku dalë si më punë, se janë njerëzit pa njohur, se ky qytet është 6.000 banor, edhe një secili. Kështu që me pak fjalë i bie që ke bërë famë në qytetin ku jeton. Je bërë i famshëm. Në një formë. Në një formë po. A ju ka pengu të themi kështu kjo lloj fame të cilën e keni marrë, apo e keni mirë prit? Thonë drejtën, kur kam marrë në Gjermani, gjithmonë kam qenë i gatshëm që të integrohem në shoqërinë gjermane. Edhe gjithmonë kanë qenë i gatshëm që të integrohem në shoqërinë gjermane. Po edhe gjermanë kanë qenë hapur që të pranojnë. Edhe përpara kam bërë gjëra të mira këtu. Kam dalë në gazeta si futbollist, kam dalë si trener, jam angazhuar në për gjitha shoqatat këtu, kam punuar me fëmijë shumë. Emri jam edhe përpara ka qenë këtu një emër, i mirënjohur të gjermanëve. Po ky rast se kam shumë shok këtu, ku më kam parë ka thonë, ne e kemi popos, nuk kemi di që je ti. Vetëm kur më kam parë në gazeta, se kanë ardhur të shtëpia thuje me 10 gazetarë nga gjitha anët, nga Hanoveri, nga Hamburg,
nga gjitha anet për këtë akt që ka ndodhur. Edhe nuk ka ndodhur deri më e keqja, ka mund të ndodhë më e keqja, po ja që se sulmet me thikë në Gjermani janë shpeshtuar dita ditës, nuk ka ditë që nuk kemi sulme me thikë nga 5-6 gjitha shtetet e Gjermanisë. Zotri Merovci, po më intereson edhe njëherë të kthehemi tek ajo ditë ku parandalove një sulm që ka pas mundësi të përfundoj edhe me viktima. Si rodhi dita, erdhën policia, e marrën të dyshuarin, u arrestua, pastaj si rodhi dita për ty? Kur erdha në shtëpi, atëherë, me thonë drejtën edhe vetë, të më thonë, nga rasti mra, pa pregadit fare, dhe më thonë asë që kam menduar që mund me ndodhë një gjohë, por erdha në shtëpi masën e mas alti që ndodhë atë në qytet, me të vërtetë e njëma vetën i lirë. Pastaj filluan nga institucionet gjermane, intervistat, më thonë, mos je aje kretë kështu, mos ke ndonjë frikë, mos ke pas ndonjë lindim, mos ke ndonjë, a do duhet ndim diçka, filluan gazetarët të shtëpia marrën dhe me shkruan me gjithë si mirënjohjen nga policia, do të thonë për kurajet civile që kanë bleguar edhe pastaj gazetat duke shënuar gazetat ditore, gazetat lokale, kësi njerëz i duhen Gjermanisë, sikurse zotni Merovci edhe shumë shqiptarë të tjerë që janë të integruar mirë në shoqërinë gjermane, edhe kësi njerëz i duhen Gjermanisë, kështu thoj. Po, me thonë drejtën edhe vetë pastaj u lirova një qik. Nuk di as vetë se si ndërhyra në atë moment, po frikën pas fat, absolutisht zero. E përmendet që në atë moment i ke qenë në qytet me familjen tënde, me fëmijët dhe gruan, po sa shkaktoi themi e frikë, panik, e la ndonjë traumë ajo situata, ajo ngjarje edhe për fëmijët tuaj, po edhe për bashorten? Kur ja paralizova ato, ja heqa fikën edhe do të thonë ertiva për to. Në atë moment e dëgjoja vetëm gruan duke qarë dhe vajzën e madhe duke qarë, babi i ktheu. Atëherë ishte do të thonë shumë vona, s'mund as me livrit ose. Edhe vajza e vogël një mëngjeçare e filloi me qeshtë edhe duke thonë babi mirë ke bërë, bravo babi, ti je heroi im. Edhe pastaj gjermanët kryetarët erdhën policia gjermanët nga gjitha anët duke dhënë mirënjohje, duke me rrugë për qafër, duke me pastaj gazetarët edhe Zoti Merovci, më intereson me ditë prej cilit vend Kosovës veni ju, sa dim prej nga vjen kjo trimëria juaj? Jam i fshatit Dobërlluk, komuna e Vushtrisë. Sot në Vushtrën në pasi pas gjithçka? Sot gjithë emisioni kushtuar Vushtrisë. Po. Qoftë për të mirë, qoftë për fatkeqësinë. Për fatkeqësinë që ka ndodhur dje, ku diskutuam me pjesën e parë. Zotri tregove që vjen nga Vushtria. Sa të mungon Vushtria në Gjermani? Po. Çka të mungon çajat e Vushtrisë, definitivisht. Atë mungojnë çajat e Vushtrisë. Të na thonë në Vushtria aty ku pije çaj aty o burnia. Aty ku s'ka çaj s'ka burra. Edhe me thonë drejtën e pishu. Sa vi nga puna në ora 10, në ora 11 e shoh gjykymat krya gjithmonë ka bëjë gati. Duke që gjykymat nuk hiqen prej shpërejtave të Unë tash e kuptova që po nuk pive çaj, nuk je burr. Gruan e kam nga Shqipëria, nga Dibra, edhe ma din tash më kam mësuar edhe huje, si të vjet çaj gati. A i ka ardhur interesant gruas tënde kur vazhdimisht keni kërku çaj ruse? Në fillim mendonte që vetëm një çaj pike. Edhe kur lypsha dytin e tretin e Ne pim, jashtë të një shumë bështë shaj, shumë i pim. Unë pa i pi 10-15 ditës në gobën. Po i thëmë, nga njerë, raki jo, tihan jo. Përveç çajit, çka të mungon më së shumti nga Vushtria? Më mungojnë shumë
njerëzit e mi aty. Me mungon shumë, të më thonë, jemi familje madhe aty, edhe fshati ku kam lind, me mungon, kur dalë në Vështëri kam, më duket kur të më rrinë në aeroportin e Prishtinës, më duket sikur me heq një barë 200 kg një kohë. Ashtu lirohen. Pse kjo barë? Pse konsideron që barë? Në Gjermani është një jetë rutinore këtu punohet shumë, se cili ke pak kohë lirë. Do më thonë kemi 2 ditë javës pushim, në ato 2 ditë javës duhet merresh me gjëra tjera, për shembull që ngarkohen brenda javës, duhet të kujdesesh për dokumente ndryshme, duhet të kujdesesh për ke termine ndryshme mesore, ke termine për të shkollë. Do më thonë jeta ashtu e programuar gjithmonë jetë në lëvizje. Edhe ke gjithmonë ke si të thuash, ke edhe përgjegjësi. Po çka konsideron më të lehtë në Kosovë për të jetuar? Mendon që në Kosovë është më lehtë se sa në Gjermani? Në Kosovë është shumë më vështirë me jetu se sa. Nuk po besoj që kemi dyshime edhe ne. Po, në asnjë formë. Po, me qenë se i përmendi disa gjëra që duhet i bëje gjatë vikendit, e shtova këtë pyetje, sepse jam mësova se mos po konsideron që në Kosovë është më lehtë. Në Kosovë është shumë më vështirë. Do të thonë, Kosova është një vend që zja si të shprehem. Zdymeroci, duket se keni emocione kur flisni për Kosovën. Sa shpesh vini në Kosovë? Sa shpesh i bini vajzat në Kosovë? Vim 2 herë në vit. Atëherë kur kemi pushime se duhet me bëhe një balancim mes pushimeve, se vajzat janë në shkollë, pastaj dytë jemi në punë, gruaja punon në medicinë, është modër medicinale, unë punoj në një restoran këtu, pastaj edhe me sportin, jam trener i grupë mosha të vogla këtu, me fëmijët gjerman, e për ekipe të ndryshme, edhe duhet gjithmonë gjetëm një balancim që gjithë ta kemi pushim që të vim në Kosovë. Mirë po kur të vim i kënaqemi. Shkojmë në Vështëria, dhe i shëtisin Prishtinë, Mitrovic, Prizren. Do të thonë Kosova shumë e bukur, e vogël, po e bukur. E kam edhe një pyetje. Na mungon gjithmonë, edhe të shtëpia këtu gjithmonë preokupojmë me qyme dhe çdo gjë është e mirë, na pëlqen edhe neve ku shohim ndonjë sukses të kosovarëve, sidomos në sport për shembull, me kombëtarën e Kosovës ose përfaqësuese ose si dush i thojmë. Gjitha sukseset e Kosovës. Kam edhe një pyetje të fundit. Çka është një gjë që do të doje ta keshe nga Kosova në Gjermani dhe ndërsjellët? Një gjë të Gjermanisë që do të doje ta kishim ne këtu në Kosovë? Çka ma vret syni ma shumë që është, për shembull, kur dalë ndonjëherë për linje për Vështëri, për ato plera se s'ke gjetur, atje është kisha pas qef që edhe Kosova të arrijë atë standard, mos të ulin plerat në për rrugë, po të jenë ato vendet adekuate ku hedhin mbeturinat, edhe këto që të ketë Kosova. Po nga Kosova në Gjermani, çka kishe dërgu? Ose diçka na kemi pak probleme teknike. Kretë në fund të bisedës ndodhe të kemi probleme teknike. Po, në rast se mund ta kemi edhe një herë zotin Merovci, në rast se jo, ne e përshëndesim dhe i urojmë ketë sa ma shumë fat, shëndetin po ashtu ta ketë të plot, nga që duket se ka vullnet për të kontribuar edhe më shumë për komunitetin, qoftë në Gjermani, qoftë edhe në Kosovë. Zotrin Merovci, ne kemi arritur në fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë që gjetët kohë të na bashkohesh. Faleminderit shumë edhe për juve që patët kohë për mua, edhe ju uroj suksese juve edhe televizionit Dugazhini.
Faleminderit shumë Zdymerovci, shpresojmë që të kesh jetë gjatë, po ashtu me kontribute edhe më të mëdha për komunitetin. Faleminderit shumë, ju përshëndes përzemërisht nga Veriu i Gjermanisë.